pjesë tjera të pushtetit, ministrive, ushtar, polic, kemi në për shtet, dhe ata nga 2026 nuk do të kanë paga, të cilët punojnë dhe veprojnë ka familje, ka fëmijë. Dhe po ashtu Ministria e Forcës dhe Sigurisë së Republikës Kosovës ka një marrëveshje ka lidhë kontrata për blerjen e armatimeve të ndryshme për mbrojtjen e Republikës Kosovës. Po ashtu e Ministria e Punëve të Brendshme. Dhe mos ta them tash më të keqen që mendoj si analist politik paka shumë nuk dëshiroj ta them, po që duhet ta them, ata të cilët nuk e votojnë këtë, mendoj që janë edhe tratat në kombit, ose më mirë them tratat të Republikës Kosovës për shkak se nuk po votojnë për qytetarin. Ata mund ta votojnë një qeveri, të kalon buxheti dhe me pastaj të kryejnë disa pjesë financiare për shtetin dhe me pastaj shkojmë zgjedhje, nuk është problem. Por kalon kjo blokad të cilën kanë sjellë vetë partitë politike, më konkretisht e kanë sjellë grupet e interesit politik të gjitha partive politike, por që tani vetëvendosja ka dhënë një propozim tjetër, një konsensus tjetër, dhe mendoj që opozita nuk ka arsye mos me votu Glaukun për kryeministër dhe kabinetin qeveritar në tërësi. Ndoshta jo me vendim partie, por vendime individuale të deputetëve. A keni mendje emra të saktuar që ndoshta mund shkëputen nga vendimi partijak pra dhe ta votojnë? Unë e kuptoj fort mirë që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk dëshiron asnjë mandatar nga vetëvendosja me votu. Këto e kuptojmë sepse e dim rrjedhët e financimit tyne nga vinë dhe se si zhvillohen, por unë kam shpresë të madhe që Aleanca për Armërinë e Kosovës, edhe pse ish kryeministri dhe kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës ta nuk i ka numër dhe të shkojnë në zgjedhje, por nuk e di këta ose PDK-ja, Partia Demokratike e Kosovës ose Aleanca, besoj që ka deputet që mund të reflektojnë pozitivisht, por edhe zotrin Limaj nuk mund të heq nga ky pozicion, mund të reflektojnë pozitivisht për kalimin e buxhetit. Kjo është krejt, është për alokimin e mjeteve në komunave dhe qytetarëve të Republikës Kosovës që mos t'i lajnë papagesa dhe të shkohet po ashtu blerja e armatimit të cilën është përcaktuar që nuk është për publikun, por që tani më disa njerëz e dinë sepse Kosova ka nevojë me u forcu në çështjet e sigurisë, Kosova ka nevojë me u forcu në buxhetin e saj, Kosova ka nevojë me u forcu në buxhetin familjar, në dy klasa të ndryshme të shoqërisë tonë, të cilat janë ata fëmijët dhe tek pensionerët apo të mosha e shtyrë, të cilën janë mosha e pensionistëve. Dhe këto dy variante vetëm kryeministri në detyrë i ka propozuar para sa kohësh kur ke dhe votimi i qeverisë. Dhe unë mendoj që ato 5 pika ato kalojnë pjesën e parë me një herë. Dhe ato janë për të mirë për nënat tona, për motrat, për vajzat të cilët krijojnë familje dhe djemë të ri, dhe alokohen një buxhet që sadopak duke shikuar inflacionin që është në rritje sipër i ndihmon. Janë edhe si një kurs për opozitën, e cila nuk mund t'i refuzoj për t'i votuar, nëse do arrihet konsensusi, kështu që do t'i votoj buxhetin bashkë me premtimet, sepse jemi para zgjedhjeve. Ashtu është, por çdo buxhet dhe çdo vit planifikohet. Ne nga pikpamja tjetër e opozitës thonë që është kurth, propozime për blerjen e votash, këtë atë, por tani më kurthi nuk është kandidat për kryeministër, tani kemi Glaukun. Ato 5 pika do të shkojnë. Dhe si mund të quajnë ata blerjet e votash,
kur këta po thonë ne voton e buxhetin, të alokojmë ato mjete dhe të shpërndohen tek qytetarët, të njerëz që kanë më shumë të nevojë, dhe të shteti ku shteti ka më shumë të nevojë, që është tani më siguria, të shpërndojmë ato dhe mbasi që të kryhet kjo procedurë, ne mund të shkojmë pas një kohë në zgjedhje. Nuk kemi nevojë 40 milion euro të i harxojmë për zgjedhje. Këto janë senet e cilat ato 40 milion mund të shfrytëzohen si mjete për qytetarët dhe pjesën administrative që punojnë në Republikën e Kosovës, që janë një numër shumë i madh punonjës, por ato mjete mund të shpërndohen edhe për njerëz që tash më herët 2 klasat të shoqërisë tonë, të fëmijët dhe tek pleqt apo moshës e shtyr, pensioner, sepse këto 2 klasat e shoqërisë tonë që kanë nevojë më së shumti. Fëmiu ka nevojë për gjësende të ndryshme, të cilat çdo familje mendoj që spaku mund t'ja plotësoj, por edhe mosha e shtyr, pensionerët kanë nevojë për mjetet e tyre, sepse kuptohet mosha e shtyr është edhe indikacione tjera shëndetësore të cilat ndikojnë në moshën e tyre. Dhe për këtë arsye opozita nuk mund të i çujë këto 5 pika që është blerje votash. Votoni, nuk jam kundër opozitës, nuk jam pro realisht vetëvendosjes, por jam pro buxhetit, jam pro alokimit të mjeteve. Jo vetëm buxhetit, por Glauku është një figurë që gjen ndoshta mbështetje më shumë se Kurti edhe në aspektin ndërkombëtar tek aleatët. Besoj tani më që zotri Kurti e ka jap alternativën. Glauku Konjuca është i propozuar nga Këshilli Drejtuesi i Vetëvendosjes, është i miratum dhe tani më i mbetet partive politike të cilat kemi në Republikën